Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Mandalina nga sofra ime dhe sot po ndaj me ju recetën e radhës. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një tenxhere ose tigan të thellë do shtojmë një filxhan oriz, të cilën unë e kam larë përpara, gjithmonë e laj orizin, kam shtuar një filxhan e gjysmë me ujë dhe e kam vendosur të zjej në zjarr të ngadalt, duke e përzier her pas here, dhe në momentin që uji shteron, kam shtuar 1 litër qumësht. Më pas kam vazhduar me 1 filxhan sheqer. Masa e sheqerit është në bazë të varet se sa të ëmbël ju e dëshironi, por mendoj që kjo është normale. 1 vanilje ose 1 sheqer vanilje, ndërkohë do të tresi me pak ujë 2 lugë niseshte. Do ta përziejmë mirë dhe do ja shtojmë masës. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi kemi shtuar edhe niseshten e tretur, do ta zjejmë në zjarr të ngadalt duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të mos na ngjisi, pasi mund të ngjisë shumë lehtë. E përziejmë derisa masa trashet, por jo shumë, pasi orizi do ta përthith dhe në mënyrë që të bëhet edhe pak e lëngshme. Në tavat e pjekjes do t'i vendosim në një tepsi të madhe ku do ta mbushim gjysmën me ujë, kështu bëhet pjekja më perfekte. Dhe më pas do t'i mbushim tavat, mund të përdorni një tavë të madhe ose veç tava të vogla si në rastin tim. E shoqëroj me arra dhe kanellë sipas dëshirës. Po ju e keni provuar sultjashin e pjekur? Unë ju sugjeroj ta provoni sepse bëhet vërtet shumë i mirë. Dhe kjo është receta e cila nuk të dështon asnjëherë. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqen, pres përshtypjen tuaj në koment. Gjithashtu mos harroni të më shkruani se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Faleminderit.